Këshilli Bashkiak i Vlorës zhvilloi gjatë kësaj të njëjtëje mbledhjen për muajin nëntor. Kanë qenë disa projektvendime të paraqitura nga administrata e Bashkisë së Vlorës për diskutim dhe miratim në këtë mbledhje të radhës së Këshillit Bashkiak. Në nisje të mbledhjes së Këshillit Bashkiak, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri lexoi shprehjen për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit Bashkiak të datës 30 tetor 2025, dhënë nga prefekti i Qarkut Vlorë. Ndërsa është bërë gjithashtu edhe miratimi proces verbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak për muajin tetor, pra të datës 30/10/2025. Më pas është kaluar në diskutimin dhe miratimin e rendit të ditës. Pika e parë e këtij rendi ishte dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin tetor 2025 dhe pika e dytë projektvendimi për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar, po për muajin tetor 2025. Këto dy projektvendime janë miratuar në unanimitet nga këshilltarët. Projektvendimi për miratimin e marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekti kompetencave të përbashkëta midis njësive të vetëqeverisjes vendore dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore, Akademia e Trajnimit të njësive të vetëqeverisjes vendore të Republikës së Shqipërisë ishte pika e tretë e renditës që mori miratimin, ndërsa e katërta lidhej me deklarimin e mbarimit përpara afatit të mandates së këshilltares Briseida Çakëri, e cila mori mandatin e deputetes. Në pikën 5 të renditës është miratuar vlera financiare e dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesës të zotit Vllasi Proi dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë së Vlorës. Ashtu si kundër më pas, miratimi vlerës financiare dhe dëmeve të shkaktuara nga përmbytje në banesën e shtetasit Ëngjëll Mehmetaj dhe shpërblimi financiar. Pashtu në pikën 7 të rendit të ditës u miratuan edhe familjet dhe individët që përfitojnë subvencionin e qeras në tregun e lirë dhe vlerat e subvencionit të qeras në çdo rast. Në pikën 8 të rendit të ditës ishte projektvendimi për dhënien e grantit të menjëhershëm nga buxheti i shtetit të familjeve që kanë përfituar strehim në banesat të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave. Ndërsa në pikën 9, miratimi kërkesës për shpenzime për ushtrimin e funksionit të Këshillit të Bashkisë Vlorë për vitin 2026. Këshilli Bashkiak i Vlorës në pikën 10 të tij pati projektvendimin për miratimin e programit të punës së aktivitetit të Këshillit Bashkiak për periudhën janar-dhjetor 2026. Ndërsa në pikën e fundit, këshilltarët diskutuan për çështje të ndryshme që lidhen kryesisht me problematikat që ka komuniteti në zonat që ata përfaqësojnë.